Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një ëmbëlsirë tepër të mirëqeshme që përgatitet pa pjekë, vetëm për 10 minuta. Ju nevojiten për me përgatitë recetën. Shikoni videon edhe kuptoni recetën. Fillojmë. Fillimisht për me përgatitë këtë ëmbëlsirë na nevojiten 1 litër e gjysmë me qumësht. Shtojmë 300 gram sheqer ose 18 lugë të gjellës me sheqer. Gjithashtu na nevojiten puding me aromë vanilje, edhe këtu kemi 6 paqeta si këto, pra puding vanilje. Shtojmë 1 nga 1 të gjitha 6 paqetat e pastaj vazhdojmë edhe e zijejmë pudingun gradualisht duke e përzi edhe duke e zier. Është një nga ëmbëlsirat që bëhet shumë e shijshme, përgatitet pa pjekë dhe ka për shumë persona. Është ideale për çdo festë. Pasi që të gjithë i kemi shtuar në tenxhere, vazhdojmë tash i përzijmë derisa të tretet mirë pudingu dhe sheqeri, edhe kështu vazhdojmë e zijejmë duke e përzier vazhdimisht që mos na bëhet me topa. Vazhdojmë kështu edhe në momentin që fillon me u trash, mund ta largojmë nga zjarri, ta përzijmë lehtësisht. Pra shikoni, duke e përzi edhe është trashur mjaftueshëm. Pastaj pudingun do ta largojmë anash edhe do ta la që të ftohet. E largojmë anash edhe e la që të ftohet në temperaturë dhome, pastaj mund ta lëni edhe në frigorifer. Pasi pudingu të ftohet, vazhdojmë edhe marrim 250 gram me gjalp ose margarin që ka qëndruar në temperaturë dhome për disa orë. Kur margarini qëndron në temperaturë dhome, zbutet edhe vazhdojmë rrahim me mikser derisa të formohet një shkum apo një krem i bardhë si këtu. Pastaj marrim pudingun që është ftohur edhe e shtojmë tek gjalpi ose margarina gradualisht nga pak derisa të përfundojmë me krejt kremin ose krejt pudingun e përgatitur. Unë do ta shtoj gradualisht nga pak duke e përzier, sepse kështu përzihet ma lehtë, po mundeni me përzi edhe pudingun në tenxhere siç është me mikser, pastaj e bëni bashk me kremin apo me gjalpën ose margarinën e përgatitur. Vazhdojmë kështu duke shtuar nga pak edhe duke e përzier me mikser derisa të na bëhet një masë homogjene, të bëhet një krem i mirë, i butë. Kremi për këtë lloj ëmbëlsire duhet të bëhet i butë, edhe shikoni duke e përzi me mikser, pra e merr atë butësinë që duhet. Pasi kremin ta kemi gati, vazhdojmë edhe e ndajmë në 3 pjesë të barabarta. Shikoni, kremi është shumë i mirë, është i butë, edhe e ndajmë në 3 pjesë të barabarta. Kështu e përgatisim recetën për sot. E pasi ta ndajmë kremin në 3 pjesë ose në 3 tenxhere, unë e kam nda, vazhdojmë edhe shtojmë tek tenxheria e parë 300 gram biskota të bluara. Tek tenxheria tjetër 200 gram kokos. Dhe te pjesa e tretë shtojmë 300 gram arra të bluara. Tash vazhdojmë krejt i përzim mirë, së pari kremin me biskotat. Vazhdojmë me mikser, ma mirë përzihen edhe ma lehtë. Pasi të përfundojmë me pjesën e parë, vazhdojmë me përzim pjesën e dytë, e që është pra kremi me kokos. Tash e kemi gati.
Po vazhdojmë po e përzim edhe pjesën e dytë me kokos, gjithashtu fillimisht me lugë, pastaj me mikser. Me mikser gjithmonë ju përzihen më lehtë. Vazhdojmë i përzim kështu me mikser. Edhe kremin e dytë e kemi gati. Dhe tani po vazhdojmë me kremin tjetër që i kemi shtuar arra të bluara. Edhe këtë krem vazhdojmë e përzim me lugë e pastaj me mikser, mirë po gjithmonë kremi me arra bëhet pak më i butë në krahasim me kremin tjetër që e kemi përgatitur. Pasi që të gjithë përbërësit i kemi gati, tash na mbetet vetëm se me përgatit recetën. Marrim një kallëf në formë edhe madhësi 26 cm. Vazhdojmë edhe shtrojmë shtresën e parë me biskota. Kremin me biskota e shtojmë fillimisht këtu në tepsi, edhe mundohemi që t'ja japim formën duke e krijuar një shtresë të parë. Pra shtresa e parë me biskota. Pastaj shtojmë pjesën e dytë, kremin me kokos. Dhe kështu formojmë shtresën e dytë të kësaj ëmbëlsire. Mundohemi që t'ja japim edhe formën me një gotë, kështu ma kollaj. Dhe krejt në fund, për shkak që është kremi më i butë, do ta shtojmë edhe kremin e përgatitur me arra të bluara, gjithmonë në fund për shkak se bëhet më i butë. Pasi të kena përfundu me shtresën e dytë, prej kokosi, shtojmë kremin me arra. Dhe pastaj ëmbëlsiren mund ta leni në frigorifer për gjysmë ore. Pastaj krejt në fund, mbi do i hedhim edhe pak çokoladë për ëmbëlsira. Mundeni me i shtu vetëm kokos ose diçka tjetër, edhe me lanë kështu siç është, por nëse doni me bë edhe më të shishme, i shtoni pra çokoladë krejt në fund. Do ta lënë në frigorifer për 30 minuta e pastaj do ta shtojmë çokoladën për gatim. Këtu kemi çokoladë për gatim 150 gram dhe kam shtuar 60 ml krem për ëmbëlsira, i kam lanë pra që të shkrihen së bashku në avull dhe tash po e hedhim tek ëmbëlsira. 150 gram çokoladë, 60 gram krem për ëmbëlsira. I voni bashk, i leni që të shkrije në ovull dhe ja hedhni mbi ëmbëlsirës. Ëmbëlsirën është mirë ta leni që të ftohet gjithë natën, ose së paku 2-3 orë e pastaj mundeni me e provu. Rezultati final i kësaj ëmbëlsire do ju mahnit të gjithëve. Jam e sigurt që nëse e përgatitni, të gjithë mysafirët do të mbeten të kënaqur nga kjo ëmbëlsirë. Përgatitet lehtë shpejt dhe sigurisht se ka për të gjithë. Unë fillimisht po e ndaj në 12 pjesë të barabarta, mirë po për më shumë persona mund ta ndani në 24 pjesë. Pra, të njëjtën ëmbëlsirë mund ta ndani edhe për 24 persona. Kjo ishte receta pra që e kishim përgatitur për ju, shpresoj që edhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Unë ju garantoj për shijen e kësaj recete. Provone, binduni edhe vetë. Është ideale për ta përgatitur për festa të ndryshme. Unë tash vetëm po e demonstroj edhe po e provojmë për shijen si është bërë. Jam e sigurt që
kjo ëmbëlsirë është tepër e mirë edhe e shishme. Provoni recetën, pastaj na shkruani në koment nëse ju ka pëlqyer ose jo. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.